jemi shumë të interesuar në fakt për zhvillimet për te kufirit për në Kosovë dhe dita djeshme në aspektin politik, që ka po e themi një krizë apo një ngërç prej diçka më shumë se edhe një viti e gjysmë ishte e rëndësishme për një forcë politike, siç është LDK-ja, por që në pas mund të ketë ndikim edhe më të gjerë. Çfarë ndodhi në atë kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s? Abligjiku mbijetoi, por realisht me shumë pak vota diferencë dhe pavarësisht se Abligjiku rikonfirmuar kryetar, mund të themi që ka një përçarje në LDK? Patjetër, po duhet ta filloj nga kjo pjesë e fundit, pjesa e përçarjes, përderisa nuk do të kishte përçarje, nuk do të kishte as kuvend të jashtëzakonshëm për shkarkimin ose vazhdimin e zotit Abligjiku si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është definitivisht fatkeqësi ajo që po ndodh përgjithsisht në skenën politike në Kosovë, por mbi të gjitha në partinë më të madhe në Kosovë, partinë historike, Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila tashmë prej vdekjes kryetarit historik Ibrahim Rugova nuk ka arrit të këndjellet, se nuk ka arrit ta ketë një përfaqësues të denjtë, siç ishte ai. Kishim Fatmir Sediun, Isa Mustafen edhe tash zotin Abligjiku, po të gjithë këta ishin të kontestueshëm brenda partisë. Në kohën e zotit Sediu kishim shkputjen e madhe nga LDK-ja që përfundoi në LDD. Në kohën e zotit Mustafa kishim një grup të madh individësh të cilët udhëhiqeshin në këtë periudhë nga zoti Abligjiku, që ishin kundër politikave të tij dhe disa të tjerë. Dhe sot kemi një grup deputetësh, delegatësh të cilët janë kundër zotit Abligjiku. Duket që interesi i ngushtë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës mbizotron pak më shumë se sa dëshira për ta çuar partinë përpara. Dhe që nga kjo analizë ka mbizotruar gjithmonë, ndoshta është edhe logjike njerëzore në mënyrë si funksionon një parti politike, po ka mbizotruar edhe në të kaluar, nga analiza që u bët. Patjetër që, askush nuk ofrohet me një parti politike, po nëse nuk e ka interesin personal. Kjo është e dishme, por duhet ta kuptojmë që para interesit personal vjen interesi shtetëror. Shtetëror, po. Interesi shtetëror është në second hand, themi kështu, ose në rangun e dytësor, nuk mund të kemi parti shëndor. Pastaj janë problematika tjera të cilat janë zhvilluar brenda LDK-s, fryrja e cila ka ardhur sidomos kohëve të fundit nga studiet televizive, nga analistë të cilët paguhen me honorare nga partitë, qoftë lëvizjeve të vendosit, qoftë Partia Demokratike, dhe kështu erdhi deri te kjo krizë e LDK-s, por jo që edhe partitë e tjera nuk po kalojnë për kriza prapërsisht të ngjashme, por vetëm që kamuflimin e situatave kanë më të mirë se sa LDK-ja.